rezistencë hatashme kanë bërë gjitha klubet, po shumë ndeshje janë zhvillu në atë stadium të Flamurtarit. Pa dasht mi me të borgjë, s'du me përmendem nëse kisha me të shumë borgjë, por rezistencë të madhe ka bërë Flamurtari edhe gjatë konave dhe ma të vështira, ka qenë i vetëmi klub që ka marrë përsi për me bartë fanelën e Flamurit kombëtar, e që në konët e vështira rrit ka qenë shumë guximi madh, prandaj duhet me përshëndet krejt plejautën e aty në futbollistëve, udhëheqësisë, të cilët kanë dhënë kontribut hatashëm në rujtjen e traditës. Ma tepër ka qenë klubi futbollistik Flamurtari, ma tepër ka qenë protest, se sa që ka qenë klub sportiv. Mandej në nivel të Kosovës ka qenë, në nivel të ish Jugosllavisë ka qenë Prishtina me tifozët e saj dhe çdo ndeshje ka qenë me 30.000 shikues që i kanë gjanë një proteste ma tepër se sa një tifozerie. Sido që tjetë, Flamurtarin me që kemi gizën këtu, eftojmë që me dhënë një kontribut edhe unë jam i gatshëm edhe Ismeti që t'ja kthejmë vendin, t'ja kthejmë renomen Flamurtarit, të ndihmojmë në kthimin e asaj që namit që ka edhe kontributin që ka dhënë Flamurtari. Përshëndetje për Flamurtarin edhe i përshëndesim gjithë edhe tash. Edhe sot që njerëz kompetent le të punojnë në atë drejtim. Që kanë dhënë kontribut. Njerëzit që kanë kompetent le të punojnë në atë drejtim, që ta rikthejnë Flamurtarin.